Shqiptarët nuk do të kthehen në errësirë. Kryeministri Sali Berisha tha në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat se qeveria do të bëjë gjithçka për të mos munguar në asnjë moment energjia elektrike, ndërsa ka sqaruar dhe draftin për marrjen e kredis prej $50 milion për të blerë energji. Berisha tha se kjo kredi nuk do të ndikojë negativisht në borxhin publik. Ne kemi në dorë të bëjmë gjithçka që qytetarët të mos bien në errësirë. Kjo është detyra jonë. Ndaj dhe ne dekretuam kredin për $50 milion, garancinë e kredis, dhe në çdo rrethana do të garantoj se buxheti do i bëhet çdo modifikim i nevojshëm dhe vendi në rrëpërje energjie nuk do shkojë. Kryeministri i është përgjigjur dhe biznesit, duke lajmëruar shtyrjen edhe për 2 muaj të efektit të amnistisë fiskale. Ne do të shtyjmë edhe 2 muaj të tjerë periudhën e faljes për regjistrimin e banesave. To ditë ka një dyndje të jashtëzakonshme në të gjitha zyrat e regjistrimit të pasurive. Një vlerësim është dhënë nga shefi i mazhorancës edhe për opinionin e Komisionit të Venecias dhe sidomos rënien dakord nga Partia Demokratike dhe Partia Socialiste për zbatimin e tij. Pozitive që opozita ndjehet e kënaqur edhe ajo dhe ka pranuar plotësisht rekomandimet e drejta dhe të bazuara të këtyre 2 institucioneve.